Shpërblimi prej 150 eurosh i premtuar nga qeveria në dhjetor të vitit të kaluar rezultoi një mashtrim pasi qytetarët tregojnë se edhe pse kanë kaluar 4 muaj, ende nuk kanë marrë shpërblimet. U përcëll dje për në banesën e fundit trupi 22 vjeçares shqiptare Ilaria Sula, e cila u vra nga ishi dashuri i saj Filipinas. Deri tani hetimet kanë zbuluar se vrasësi u ndihmua nga prindrit e tij. Shqipëria renditet e para në trafikun e qenieve njerëzore në Ballkanin Perëndimor. Format e shfrytëzimit më të përhapura në kontinentin evropian janë ato të shfrytëzimit seksual dhe punë të detyruar. Gjermania po përgatitet të fusë në shkolla trajnimet për mbrojtje në rast lufte. Ky vendim vjen pas kërcënimeve se Rusia mund të godasë vendet e NATO-s. Zonja dhe zotrinj, përshëndetje dhe mirë se vini në edicionin informativ, këtu në TV Dheu. Në dhjetor të vitit të kaluar, qeveria premtoi se do t'u jepte 15.000 lekë të rinj familjeve që përfitojnë nga programet e ndihmës sociale, por kanë kaluar 4 muaj dhe ende paratë e premtuara nuk janë shpërndar. Këtë na e vërtetojnë vetë qytetarët. Në dhjetor të vitit 2024, gjatë mbledhjes së fundvitit, Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale Albana Koçiu njoftoi publikisht vendimin e qeverisë për t'u dhënë një shpërblim fundviti prej 15.000 lekësh të rinj për 275.000 individë dhe familje që përfitojnë nga programet e ndihmës sociale. Me vendimin e fundit të qeverisë shqiptare, u akordohet një shpërblim për festat e fundvitit kësaj kategorie për 275.000 familje dhe individ që përfitojnë nga skemat e programit social. Janë pikërisht 15.000 lekë apo 150 euro që u akordohen familjeve në nevojë, fëmijëve pa kujdes prindëror, individëve që kanë statusin e para dhe tetraplegjik, si dhe statusin e të verbërit, deklaronte ministria. Ajo shtonte më tej se për herë të parë shpërblimin do ta merrnin edhe ndihmësit dhe kujdestarët e këtyre personave, gjithsej rreth 18.000 individ. Në redaksin ton ka mbërritur një denoncim nga një qytetar i cili rrëfen se vëllai i tij, person me statusin e të verbrit dhe me invaliditet, nuk ka marrë ende asnjë qindark nga shpërblimi i premtuar. Edhe ndihmësi që e shoqëron çdo ditë, i cili sipas ministres duhet të ishte përfitues, është lënë jashtë. Denoncimi i qytetarit: Përshëndetje, desha të ndaj me ju një shqetësim. Ka 4 muaj që qeveria ka thënë se do të përfitojnë shpërblim njerëzit me aftësi të kufizuara. Vëllai im është i verbër, me status dhe invalid, ka edhe shoqëruesin e tij. Kaluan 4 muaj dhe asnjë shpërblim nuk kemi marrë. Rasti në fjalë ngre shqetësime të mëdha për mënyrën se si qeveria nuk i zbaton premtimet që bën publikisht, ndërkohë që fondi i premtuar është bërë pjesë e bilanceve të propagandës qeveritare për fundvitin. Qytetarët në nevojë, të cilëve u drejtohej konkretisht ky fond, vazhdojnë të presin kot. Redaksia jon fton qytetarë të tjerë që ndodhen në situata të ngjashme të denoncojnë dhe të mos heshtin përballë padrejtësive. Ish kryebashkiaku socialist i Kavajës Elvis Roshi ka dalë publikisht në mbështetje të Partisë Demokratike. Kushëriri i tij Elton Roshi është kandidat për deputet në zgjedhjet e 11 majit në logon e Aleancës për Shqipërinë Madhështore. Ish kryebashkiaku socialist i Kavajës Elvis Roshi, dikur një emër i rëndësishëm i rilindjes, ka dalë zyrtarisht në fushat, por këtë herë në mbështetje të Partisë Demokratike. Përmes një postimi në Facebook, ai ka shpërndar posterin elektoral të kushëririt të tij, Elton Roshit, kandidat për deputet në zgjedhjet e 11 majit në logon e Aleancës për Shqipërinë Madhështore, e drejtuar nga Partia Demokratike. Ironia është se vite më parë, Veçali Berisha e akuzonte Elvis Roshin si kreu i bandës së Kavajës dhe lidhte atë me emra të botës së krimit si Emiliano Shullazi. Sot kjo armiqësi duket se është kthyer në aleancë me Berishën, që promovon në politik të birin e Xhaxhait të ish kryebashkiakut socialist, ndërkohë vetë ish kryebashkiaku Roshi është në nënhetim nga SPAK për fshehje pasurie dhe mos justifikim të ardhurave, një çështje që hodhi hijen e dekriminalizimit mbi karrierën e tij politike dhe çoi në përjashtimin e tij nga skena politike. Sali Berisha nga ana tjetër ka sqaruar se zgjedhja e Elton Roshit si kandidat nuk lidhet me të kaluarën e kushëririt të tij, duke konsideruar atë një individ të veçuar nga i kaluara e ish zyrtarit socialist. Kushëriri nuk është mëkatar për kushëririn, siç quhet kandidati Elton. Me Elvisin si ka lidhje gjaku është gjë tjetër, por nuk ka lidhje kjo dhe nuk është kriter për kandidatët. Edhe Edi Rama ka 2 kushërinj, njëri se na akuzon ne për rrëmbim pronash, e tjetri e bën perfekt për të rrëmbyer prona, ka deklaruar Sali Berisha për kandidatin e tij.
Ditën e djeshme mes dhimbjes si është dhënë lamturmëra e fundit 22 vjeçares shqiptare Ilaria Sula, e cila u vra nga ishi dashuri i saj Filipinas, ndërsa hetimet për zbardhjen e ngjarjes vijojnë, deri më tani dihet se vrasësi u ndihmua nga prindrit e tij për të kryer këtë akt tragjik. Ditën e djeshme në qytetin e Ternit është mbajtur funerali i Ilarias Sulës, studentes shqiptare që u vra në mënyrë makabre nga ishi dashuri i saj Filipinas, Mark Anthony Samson. Trupi i 22 vjeçares është shoqëruar me qindra qytetar, miq, familjar dhe përfaqësues të shoqatave të dhunës ndaj grave. Gjatë ceremonisë, nëna e Ilarias, Gëzime Sula, e shkatëruar nga dhimbja, ka shpërthyer në lot duke thirrur emrin e së bijës, një skenë e cila i ka prekur të gjithë ata që ishin të pranishëm. Edhe pse shoqërohej nga bashkëshorti i saj Flamuri dhe djali i saj Leoni, nëna e 22 vjeçares nuk ka mundur të përballojë humbjen dhe një karrike me rrota është përdorur për shoqërimin e saj. Ndërkohë, lule, tabela dhe pankarta rrethojnë shtëpinë në Viale della Stadio në Terni, ku jeton familja e Ilarias Sulës. Studentja që u zhduk më 25 mars nga shtëpia e saj në Rom dhe u gjet e pajet në fund të një shkëmbi e mbyllur në një valixhe. Një emigrante shqiptare në Irland ka treguar për vojën e saj në një spital të Dublinit. Ajo thotë se trajtimi mjekësor dhe ushqimi në spitale është në standarde shumë më të larta se sa në Shqipëri. Në një kohë kur sistemi shëndetësor shqiptar vazhdon të përballet me mungesa të theksuara, burokraci dhe pakënaqësi nga qytetarët, një shqiptare që ndodhet në Irland ka ndarë një eksperiencë krejt të ndryshme nga realiteti që njohim. Në një foto të dërguar në redaksin ton, shihet një mëngjes si serviru në mënyrë të kujdesshme në spitalin shtetëror të Dublinit, pjata të pastra, ushqimi i shumëllojshëm dhe ambienti sistemuar, një trajtim që sipas saj nuk ka asnjë kostom. Ajo tregon se është ndjekur falas për 9 muaj gjatë shtatzanisë. Ka lindur falas dhe ka qëndruar 5 ditë në spital pa paguar asgjë, për shkak se fëmia e saj ishte në reanimacion. Çdo ditë merrte 3 vakte ushqimi dhe kishte mundësinë të zgjidhte nga menuja çfarë dëshironte. Pas darkës, një karrocë me kafe dhe çaj qëndronte në dispozicion deri në mesnatë dhe çdo pacient merrte nga një qese me ushqime të lehtë përgjatë natës. Përmes kësaj historie, ajo sjell një reflektim të thellë për kontrastin e madh mes sistemit shëndetësor në Irland dhe atij në Shqipëri. Sipas Eurostat, Shqipëria renditet e para në Ballkanin Perëndimor për trafikimin e qenieve njerëzore. Pas vendit ton vjen Serbia, Kroacia, Malezi dhe Bosnjë-Hercegovina. Sipas të dhënave të Eurostat, Shqipëria renditet e para në Ballkanin Perëndimor për numrin e lartë të personave të përfshirë në trafikimin e qenieve njerëzore. Në vitin 2023, 51 individ nga Shqipëria u raportuan si viktima të trafikimit, ndërsa pastaj renditen Serbia, Kroacia, Malezi dhe Bosnjë-Hercegovina. Në Bashkimin Evropian, Italia dhe Franca janë shtetet me numrin më të madh të viktimave të trafikimit. Gjatë vitit 2023, në Bashkimin Evropian janë regjistruar gjithsej 10.793 viktima të trafikimit të qenieve njerëzore, ku 2/3 e tyre ishin gra dhe vajza. Pjesë e këtyre viktimave ishte edhe një shqiptare. Format e shfrytëzimit më të përhapur në kontinentin evropian janë ato për shfrytëzim seksual dhe për punë të detyruara. Më pak ka viktima të trafikuara për qëllime të tjera, si heqja organeve, trafikimi i të tjerëve e të tjerë. Ministria e Brendshme në Gjermani ka kërkuar që shkollat të përfshin në programin e tyre edhe trajnime për mbrojtjen civile dhe që qytetarët të pajisen me rezerva ushqimore për 72 orë. Ky vendim vjen nga frika se Rusia mund të sulmojë territorin e NATO-s. Gjermania po përballet me një skenar lufte. Ministria e Brendshme ka kërkuar që shkollat të përfshin trajnime për mbrojtje civile dhe që qytetarët të sigurojnë rezerva ushqimore dhe ujë për të paktën 72 orë. Kjo lëvizje vjen mes paralajmërimeve se Rusia mund të sulmojë territorin e NATO-s brenda pak vitesh. Sipas gazetës Handelsblatt, fëmijët gjerman do të mësojnë se si të veprojnë në rast konflikti apo emergjencash. Një zëdhënës i ministrisë deklaroi se mbrojtja civile duhet të jetë prioritet sidomos në shkollat. Deputeti i CDU-s, Rodri Kajseveter, tha se fëmijët janë veçanërisht të pambrojtur dhe duhet të trajnohen për skenare të tilla, duke ndjekur modelin e Finlandës, që për vite me radhë është përgatitur për një konflikt me Rusinë. Pavarësisht se arsimi është kompetencë e landeve federale, Berlini është i gatshëm të shpërndajë materiale dhe udhëzime për të gjitha shkollat përmes zyrës federale për mbrojtjen civile. Ndërkohë Bashkimi Evropian ka miratuar një iniciativë të re për përgatitje ndaj luftës dhe u ka rekomanduar të gjithë qytetarëve të përgatisen një paketë emergjence për 72 orë. Paketa duhet të përfshi ujë, ushqime të thata, ilaçe, radio me bateri, elektrik dore, dokumente identiteti dhe thikë shumë funksionale.
autoritetet paralajmërojnë se strukturat aktuale të Gjermanisë janë të papërgatitura dhe të mbifinancuara për një krizë madhore, me vlerësime që tregojnë se nevojiten mbi 30 miliard euro për të sjellë ato në standardet minimale të luftës. Shefi i ushtrisë gjermane, Karsten Breuer, tha se sipas analizave tona, Rusia është e aftë të sulmojë NATO-n brenda 4 deri në 7 vitesh. Edhe Britania po përgatitet pas zbulimit të anijes ruse jantar që po hartëzonte infrastrukturën ujore të energjisë në detin e Veriut. Ekspertët e sigurisë i kanë bërë thirrje qytetarëve të kenë gjithashtu një paketë mbijetese. Thuhet se sabotimi i tubacioneve nga Rusia është një kërcënim real. Ndërkohë, në disa vende evropiane ka nisur shpërndarja e udhëzimeve për mbijetesë në rast lufte. Bashkimi Evropian po ndjek shembullin e Finlandës, që ka theksuar rëndësinë e informimit të popullsisë për të shmangur panikun dhe për të rritur vetëdijen ndaj kërcënimeve. Zonja dhe Sotrin ka qenë kjo gjithçka e përgatitur për këtë edicion informativ. Ju falenderojmë për vëmendjen tuaj. Bashkë në takofshi.